Hapim seancën plenare në bazë të nenit 30 të rregullores. Ju njoftoj rendin e ditës. Projekt vendim për shkarkimin e kryetarit Kuvendit të Shqipërisë, zotit Niko Peleshi. Përpara se të vazhdojmë me rendin e ditës, ju njoftoj se nga ana e KQZ-s është depozituar në Kuvend një vendim për dhënien e mandatit të deputetit kandidates së listës shumë emërore të Partisë Socialiste, Qarku Vlorë, zonja Briseida Çakëri, pas krijimit të vakancës në Kuvend nga dorëheqja nga mandati i deputetes të zonjës Brunilda Mersini. Sot, në mbështetje të nenit 13 të rregullores, është mbledhur Këshilli për Rregulloren, Mandatet dhe Imunitetin për të verifikuar mandatet e deputetëve të zgjedhur nga KQZ-ja. Raportin do ta paraqes zoti Bleti Çomo. Fjala për